Këta repera e sundun 2016-ën. E sot nuk I përmen kërkun. I got broads in Atlanta, just to lean the family. And I get high with my baby. I just left the mall, I'm getting fly with my baby. Yeah, going up on a Tuesday. Në 2016-ën ka pas repera që ndokt pa prekshëm. E sot, disa duken si legjendat internetit që veç I kujtojmë, po jo që kina me ingu. Po pyetja lind se kush janë këta, qysh erdh puna deri këtu, edhe pse. Si shembull konkret e kena reperin Designer. Panda s'ka qenë veç një hit, po një moment kulturor, me memes, intervista, kërcime, s'ka pas të madhe të vogël që nuk e ka ditë. Plus që ka një Morin Good Music ku nënshkroj edhe kontrat e pritjet shku në qiell. Problemi vonesa prej labelit, probleme me kontroll kreativ edhe asnjë plan I qartë për çka vjen mas hitit, kur u lansu albumi New English në të njëjtin vit, por me shumë vonesa, momenti veç kish kalu e plus që nuk mori edhe reviews pozitive. Kur nuk ka pas 6-7, ka pas 1738. 1738. I'm like, hey, what's up, hello? Pa egzagerim, Fetty Wap e ka pas një rën me hitet që rroll shihet nga artistat. Trap Queen 679 e My Way, e cila gjithashtu e ka fitu edhe një remix nga Drake që në atë kohë ka qenë në tjetër nivel. Edhe pse shumë hit e njona mas tjetrës, pauzat e gjata mes projekteve, problemet me labelin edhe ma vonë të lashët personale e kanë ngadalësu gjithçka, ku gjithashtu është akuzu për vozitje në ndikimin e alkoolit, rrezikim të rënd të sigurisë publike, drejtim të automjetit pa lenë rrethona të rona, edhe ndërrim të palegjshëm të kursive, plus gorat ilegali me makina duke përfunduar në burg. Shembulli më I qartë I reperit që e ka fitu momentin, por jo karrierën, është Lil Pump. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Man, Gucci Gang e keni gjithkas, ka pas vend që nuk e kanë ditë këtë kongë. Hit, meme, plus fanin në të njëjtën kohë, ku kjo kongë që I shpejt në maja, po edhe e mbylli me një kornis. Po kur muzika bazohet ma shumë në viralitet se sa në zhvillim, kjo është rezultati, se interneti lodhët e ti si artist s'ki qka me ofru ma shumë. Persona e ti u bazu me qenë kontraverse, por ju me pas rritje artistike. Sot Lil Pump njihet prap se prap, por ma shumë si një simboli një kohe, jo si një reper që e ka shty kulturën për para. Basically, I don't know. Cili reper të kujtuhet që nuk nin mo për ta. Let me know në komente se e di që ka shumë, po edhe I ki t'let me bo follower Ban FM në krejt platformat sociale edhe subscribe në YouTube.